thasë mu. Gemo. Desha unë po jo, se di unë. Rikthehemi edhe një herë së bashku, I kemi lënë duart, Ta kishe shkruar të program, nuk do ishte kaq interesant. Shkojmë në shtëpi. Atëherë hye jam sërish me ju dhe do doja që përveç Kristit të gjithë të shkonin në dhomën e gjumit. Një festi pa surprizë akoma. Të ulem apo të qëndroj në këmbë? Si të jesh ti rehat? Nga takimi me ty e di që kur nuk je rehat do të rish në këmbë, mundësisht edhe të ndezësh një cigare. Kur je rehat do të ulesh. Në këtë rast nuk di a je rehat, a je jo rehat. Sepse sa të thash që Kristi të rri aty, fillove ke një gjë që të tregon Kristi që të fillon të dritet I çik buza dhe thua mo surpriza. Po isha I vetmi ndër të pesët që kanë ngelur në 50 ditë që nuk kisha pasur një surprizë, ishte e pritshme, mendoj. Edhe më duket se kur ty nuk të pëlqejnë surprizat, më duket mua apo është ashtu? Fare. Sepse ti do të jesh tërkohës në kontroll. Edhe është zakonisht cilësia e atyre njerëzve që kanë rritur veten, që duan të kontrollojnë çdo gjë. Ama si një 40 vjeçar afër, po të them që jeta bëhet më e bukur kur e lë kontrollin, edhe I lë gjërat të ndodhin. Atëherë kur fillon të mos kontrollosh asgjë, do kuptosh atë që italianët e quajnë il senso della vita. Një jetë që ka qenë e vështirë. Ka qenë e përgjegjshme, do thoja. Edhe ka qenë në një ndjekje të vazhdueshme të ëndrrës tënde për t'ia dalë pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht në çfarë familje linde, pavarësisht sa e vështirë ishte rruga, pavarësisht se duhet të ecje në këmbë, pavarësisht se duhet të kujdesesh për vllajën, pavarësisht se duhet të jetoje vetëm në një kohë shumë kur isha ende shumë I ri. Dhe në 50 ditë, Kristi Lamajn e kemi parë thuajse në çdo lloj formati, të qeshur, të gëzuar, duke kënduar, të nevrikosur, të zemëruar, të hatërmbetur, në gjumë, me flokët e shpërpurisura, I gelatinosur, asnjëherë, thuajse asnjëherë, edhe pse e kemi e parë në majtë të kokojkës, nuk e kemi parë asnjëherë në lot. Që tregon edhe një herë dëshirën tënde për të kontrolluar të paktën një pjesë që arrin ende ta kontrollosh. Po 50 ditë aty brenda, ti qofsh Kristi, ë? Ka të bëjë me rrugtimin. Shko, do ta nis ndryshe, atë që kam folur pak, normalisht, e di që mendoj që për historinë time çfarë kam folur dhe kam treguar, uroj që të gjithë të kem pasur është më të keqen që siç e kam pasur unë, në këtë lloj historie, jo më shumë nga çka kemi dëgjuar këtu që kanë kaluar. Kam parë të merret, domethënë që për banorët që kanë shprehur dhe kanë pasur surprizat dhe kanë treguar historinë e tyre të jetës. Unë do kisha dashur që gjithë kishin historinë time. Në fund të ditës është një histori që tregon për njeriu, lind, edukohet, me gjithë dashurinë dhe kulturën dhe si mëkon familja për qenë I Zot, I dashur, I respektuar me gjithë, por është dhe ajo që duhet I jap përshduart për t'i dhënë përgjegjësinë, pasi vetëm duke marrë përgjegjësitë në jetë,
rritesh, mendoj unë. S'është faleminderit. Nuk mendoj që është historia më, ku di unë, që presin të përloten apo të thonë që na tha ky tani. Po, kjo është historia ime e jetës, kjo është ajo që kam kaluar dhe kam jetuar unë deri tani, përpjekja ime, rruga ime, hapi im. Momenti kur i gjendur, i izoluar, u kujtove për ditëlindjen e babait tënd, ka qenë moment shumë i bukur. Faleminderit. Edhe një moment që le themi e lë pak atë koracën që vendos hera herës edhe zbulojmë disi nga Kristi edhe nga raportet që ka. Po ndërkohë, ti ke edhe 2 vëllezër edhe 1 motër, apo jo? Po, po. Okej. Me kë je më i lidhur edhe për kë të shkon mendja më shpesh gjatë këtyre ditëve në Big Brother? Po, më shumë edhe me vllajën e vogël, me thënë drejtën që edhe kemi jetuar bashk. Me Keidin? Me Keidin, po. Shko, fakti që jeton vetëm ndonjëherë, mendon që edhe vetmina e ke në kontroll, po ndonjëherë dhe vetmia pastaj kalon dhe të kontrollon ty. Normalisht këtu e kam njohur më shumë veten time, është kjo që ne bim dhe njohim skutat më të errta, po ndërkohë na ndihmon të rikujtojmë dhe të analizojmë më mirë marrëdhëniet me njerëzit tanë të dashur që kemi pasur jashtë. Unë për shembull këtu kam krijuar atë selitën që i kisha vendosur 2 sy. Fillimisht vendosa veten time. E dija shumë mirë e kisha ndarë mendjen që këtu brenda do isha vetëm, do luaja vetëm, sado që të shkonte rrugtimi im, nuk e kisha menduar përgjatë. E dija aftësinë time për këtë lojë, e kisha ndjekur, e kisha studiuar, por me atë idenë që çfarë mund të ishte krijuar jashtë për mua, thash të shkoj sa të shkoj, unë do jap veten time, por ama do jem vetëm që nga fillimi deri në fund. Dhe çfarë bëra? Krijova veten time. Fillimisht, flisja me veten time, dija shumë mirë që nuk mund t'i besoja askujt këtu brenda. Me kalimin e kohëve, zbulova që këtu pas ka disa faza. Tek 3 ditë që i parë, për mua për shembull është shkëputja, ato luftat e brendshme me jetën jashtë. Pastaj zbulon faza të tjera që humbet, mësohesh, ose të paktën mua më ka ndikuar kështu për faktin që kam jetuar shumë vite vetëm. Fillon dhe kërkon opinione, po mos ndoshta kjo është gabim, mos ndoshta po e mendoj ndryshe, po çfarë do më thoshte ime më, po çfarë do më thoshte i mat, po çfarë do më thoshte shoqja ime, po çfarë do më thoshte shoku im. Dhe fillon, kalon, i mendon dhe ata dhe flet me atë që ararushin që unë krijova, flisja me ta dhe duke parë, fillon dhe analizon marrëdhënien që nga dita që i ke njohur, që është ngjizur marrëdhënia, e deri sa ka jetuar. Merr mendimin më të përafërt. Kjo më ka ndihmuar pak a shumë që të kem këtë kontrollin. Çfarë do të kishe thënë Keidi për shembull, po ti ishte aty? Po mendoj se do të përlotesh aty tani. Nuk e di fare, unë jam shkrirë këtu brenda dhe më besoj që e kam harruar vërtet ditëlindjen se jam shkrirë totalisht 100% këtu brenda. Kam ardhur për ta fituar dhe dua ta fitoj këtë lojë, dua ta fitoj këtë Big Brother. Me mishe, me shpirt, jam shkrirë totalisht këtu, e kam dhënë 100% qindim, dhe është absolutisht, jo në kuptimin që ka që jam, se kam akoma, por në kuptimin që i kam dhënë komplet veten time dhe e kam lënë botën jashtë. Më besoj që nuk di asnjë gjë çfarë mendojnë, nuk di. Okej, e bëjmë kështu. Se kujtimet të ndihmojnë ndonjëherë. Kujtimet janë ato që të çojnë pastaj në atë zinxhirin e gjërave se si më pas diskutonit me njëri tjetrin. Me Keidin për shembull, sa vjeç ka qenë ai kur ti e merrje në Vlorë edhe kujdeseshe për të ndërkohë që ishe akoma 7-8 vjeç. 7-8 vjeç. Do të si është të rrisësh vllajin 7-8 vjeç, të bësh prindin deri diku. Me thënë drejtën, ne u larguam shumë shpejt nga njëri tjetri si familje bashku, nuk është se
e mbaj mend, me thënë që kemi qenë të gjithë bashkë patjetër, por që largimi shumë i shpejt i s'be ato kujtimet dhe mund ta konsideroj si një ndër kujtimet më të bukura që kam me vllajin tim. Gjithë periudha që kemi jetuar bashkë. Më ka rritur mua, ka rritur atë, të kuptoj, edhe unë të kuptoj të vijem në këpucët e prindërve të mi. Ndoshta tani vërtet nuk jam prind dhe nuk e kuptoj mirë çfarë do të thotë ti je prind, po ma ka përgatitur ajo fazë. E me Giorgio? Ma të është më ndryshe marrëdhënia. Në të kuptim? Po këti ka një qasje tjetër, është më afër, afrohet, vinë, diskuton, flet, kurse me atë jemi qik më kështu, a i ka kokën e vetë, unë kam kokën time, i flas, afrohet mund, po ndërkohë a i është si pak dhëndur, them unë. është i qik më jo elastik si tip, si karakter. Por edhe për balteje? Ullet, her pas here, po që prap është ai. Prandaj edhe Ngriva. Vazhdo kështu, na ke bërë krenar, të pres me fitore. Si që më ke parë si e një gjithë. Një gjithë. Edhe ty të kemi parë, të gjithë mirë. Edhe ty të kemi parë, Mami, papi. të gjithë mirë. Flëme e Merit. Kur flimë nuk më dhe në po, të zgjojnë, të shikojnë. Në ke bërë krenar. Sinqerisht, në ke bërë krenar. Si keni përjetuar këto gjërat, sfidat, që kam pasur të vate. Shumë. Pas më s'ka ndi për asgjë. A i së ka jo se i përjeton. Shumë mirë, mos ke problem. Mos ke problem, je shumë mirë. Vazhdo kështu, presim fitore. Se përjeton. Prisja të binde Kejti. Jo, nuk mund. Ti që ke qenë? Mirë. Giorgio, Po, ishi me Ngriva, sa po i kushtove Kristit 10.000 euro nga çmimi i madh. Faleminderit. Është e pamundur të mbahet kjo lojë, nuk e di. E di. Mirë Giorgio. Përshëndetje, Ishte kënaqësi Ledion. që të njohëm, përshëndetje. Tani e kuptoj se kush ja ka ngrënë bukën Kristit kur ishte i vogël. Nuk e prisja fare, domethënë. Prisja Kejti që të vinte se ky edhe si ka që fare këto televizionet. Jo, Kejti e kishte Nuk e di si e keni bindur. e kishte pamundur të vinte, por Giorgio u tregua vërtet shumë gati për të ardhur. Edhe kur i tham që do bëni me Ngriva, e dinte, shiko, tashi juve e dini njëri tjetrin. Giorgio, do doja të lija më shumë me vllajin, por nuk mundem, kështu që kërkoj të kthehesh. Okej. Falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe këndon më shumë do ju mor shijoja. Jam të Kloja, me diti. Stajl dot. Mundo të i veksosh, pak zëra. Në që duhet të vazhdojmë. Po. Të pres me fitore. Vazhdo shumë, në të letë.
Në të drejt, në të gjë. Kristin! A pra, i ke? Se më thonë muaj që i bëj unë, po jo, ju jeni, thjesht nuk e lejoni veten të ndjeni ndonjëherë, sepse jeni aty brenda. Po kjo është e bukur e Big Brother. Mirë, do e provojmë dhe një herë vllai i madh. Mo ka ardhur. Po e them unë kësaj radhe, ngriva. Kristi. Në të nashë dhe ty, dhe zhë që që që, dhe 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 të. Jam i mirë, mo. Jam i mirë, qëtësa. Jam i mirë. Me ndo objektivin për qëfar për më më i farë. Do shumë. Kome që ke zgjatur ti. Katie, mirë mbrëma! Mbrëma, Ledion. Digjo, se Kristi s'na e tregoi, kush është kujtimi më i bukur që ke ti me Kristin gjatë atyre viteve kur ti ishe 7-8 vjeç dhe jetonit në Vlorë? Shpejt. Momenti më i bukur kur ky kujdesesh për mua më bënte si baba dhe si nën dykosisht. Njëkohësisht. Se duke ne i hajnë ta fjallë të. Mirë ke qenë. Po si e që? Po, të ndjekin. Këtë ditë nuk kam qenë mirë. E kam parë. Edhe mos të rrimë është zidur më burë. Qesh, këndo. Këndo, mo. Kupton? Jetë. Forca. Jetë, jere. Je shumë mirë. Je shumë mirë. Jam shumë kënaqur për ty. Mirë. Ai tjetëri që është pja ishë mirë. Po, në gjithë mirë. Të ndjetë. Mami. Të ndjetë. Meri më të mirë gjithë. Shumë mirë në gjithë. Gjithë. Shumë mirë. Ke shumë të falë. Rash. Të nga shoqëria. Me steni ka falër. Me steni? Ja, vështë. Në çdo gjë plot, po. Ka gjithë pa ato rrobat që më sallë qaj ishë me ato rrobat. Katie, Së vëshja. më duhet të kthehesh. Duhet të kthehem? Të fitore jashtë të mërë. Të pres me fitore jashtë. Katie, faleminderit. Më pafsh në Lion. Atëre Kristin. Pra, dy mos respektime të ngriva, por kjo imja vlen më shumë, sepse tash unë me gojën time, kështu që vajtën 30 ore, se unë e kam 20, qa kujton? Okej. Të dukem si i lirën të. Ka dal nami. E disa e vështirë që ndaj nuk i kam qef surprizat. Nuk di si të reagoj i herë. Është hera e tretë, por po e bëm dhe këtë, pastaj ikën, ku di unë. Jo, nuk po rrezikojmë. Po që të kthej pak buzëqeshjen, si ngeli. Jo, nuk kam, më mbarun. Motra herë tjetër. Sa të nuk ishte si të gjithë. Dëgjoj. Unë dhe i kam porositur. Po të Mos kthyer po buzëqeshjen, ishte shumë e bukur se ti nuk arrije të shikoje, por edhe Giorgio, edhe Katie, kur po ktheheshin nuk gjenin dot derën, edhe përfunduan njëherë në lavanderi, njëherë te reflektim. Reflektim. Mos ka një Kështu që një gjë
lamajt e pas kanë të përbashkët që kanë një sens humori edhe atëhere kur nuk përpiqen fare. Ishte shumë qetë ju shikoje 3 vëllezër bashkë sonte, uroj të kenë dhënë energjinë e duhur, edhe të kesh marrë mesazhet që mbase i Nuk ketë kam qenë mirë Ledion këtë ditë, them drejtën, sidomos 2-3 ditë të fundit. Pa, që shkrejt normale, Ndoshta është 50 ditë, e kam pas të nevojshme. Jemi gati në gjysmën e rrugës. Po, Pak më pak se gjysma e rrugës. Që që... mirë të shë. Kristi, Faleminderit shumë Ledion, shumë faleminderit për të zgjuar.